Lis Mancaki do të jetë lojtari më i ri i Akhmat Groznit në Rusi. Panorama Sport ndërkohë mëson ekskluzivisht detajet e marrëveshjes mes klubit rus dhe Shkëndijës. Bëhet fjalë për një transferim 400.000 euro dhe 100.000 të tjera që do të përfshihen te bonuset. Caki kishte edhe 6 muaj kontratë, për këtë klubi i Shkëndijës nuk mund ta mbante më gjatë. Një nga risitë e Silvinjos për vitin 2025 tashmë do të luajë në Rusi, ku kujtojmë se jep kontribute edhe Mirlind Daku. Bëhet fjalë për klube të kufizuara nga Europa, pasi nuk marrin pjesë në asnjë kompeticion të UEFA-s për momentin. Për Shkëndijën është pjesë e transferimeve rekord. Në sezonin 2019-2020 ishte Visar Musliu që transferoi te Fehervari në Hungari për 400.000 euro. Shkëndija kthehet edhe një herë me shifra të bujshme për të përfituar nga tregu i transferimeve. Këtij grumbullimi dhe a mendoni që ju dy të rinjt keni qenë me këmbë të barë, i keni sjell fat kombëtarës ju dhe Gripshi? Faleminderit njëherë. Emocionet nuk mund t'i përshkruaj pasi dihet çfarë emocionesh t'i jep kombëtarja. Ka qenë një ëndër për mua, siç është për çdo fëmijë shqiptar besoj. Çdo fëmijë i rritur këtu e ka ëndër të luajë një ditë për kombëtaren. Dhe për momentin unë jam i grumbulluar këtu dhe mund të them që jam duke jetuar një ëndër. Përshëndetje, Gentiana Linani nga televizioni Klan. Si e gjetët ju këtë grup lojtarësh, duke qenë që besoj keni ndjekur nga jashtë dhe tani që futeni brenda kombëtares, si është ky grup? Grupi është shumë i mirë, e kam gjetë shumë bashkuar si në rrallë vende ka grupi ime kështu kaq të bashkuar. Gjithë shumët janë aty për njëri tjetrin. Shumë mikpritës që dua t'i falenderoj një herë për mikpritjen që më kanë bërë mua që ditën e parë. Dhe kam gjetë shumë mirë, një grup shumë të mirë të bashkuar. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Klisman edhe në momentin e hyrjes së trajnerit tani, të tha një lojtar i ri se nuk e ka edhe ai zakon të grumbulloj lojtar të rinj. Ke pasur një bisedë me teknikun Silvinjo? E kam pasur pasi erdha këtu, edhe kam folur më parë nuk isha folur, në momentin kur më thirrën dhe ditën që grumbullova, atëherë kam folur, pasi kam ardhur në hotel. Manfo Prokopi, Syri Televizion. Duke qenë se keni folur me Silvinjo, nuk ka thënë ndonjë premtim që nesër mund të luani dhe të bëni debutimin me kombëtaren? Normalisht që jo, askush nuk t'i jep atë premtim kur vi kombëtare. Ne vim kombëtare gjithë dhe jemi gati çdo sekond për kombëtaren, qoftë në fusht, qoftë stol, qoftë edhe në tribun, qoftë do të jetë nevoja, ne gjithmonë jemi gati për kombëtaren. Askush nuk premton gjë. Erion Allaraj, Panorama Sport. Nga Kuqezin të Shkëndijës te Kuqezin të Shqipërisë. A e prisi një ftesë tillë ndoshta para ndeshjes me Serbinë? Me thënë drejtë nuk e kisha menduar gjatë, por kur më erdhi ishte një surprizë për mua dhe jam shumë i lumtur që jam këtu. Sa për Kuqezi, gjithë jetën Kuqezi. Enrico Gaba, Euronews Albania. Cake së pari sukses e dyta, cili ka qenë reagimi i skuadrës së Shkëndijës, duke qenë se dhe aty ka një numër konsiderueshëm lojtarësh që mbështesin këtë kombëtare. Çfarë ju kanë thënë në momentin që ju jeni lajmëruar në ndeshjen që kanë qenë me Rajo Vallecano, besoj. Cili ka qenë reagimi i tyre? Faleminderit. Faleminderit, normal që te klubi i Shkëndijës janë gëzuar shumë, duke ditur sa shumë e duan kombëtaren shqiptare ata dhe sa patriot janë për Shqipërinë saktë, dhe janë gëzuar shumë gjithë, duke filluar nga kryesia, nga lojtarët. Gjithë ekipi më ka përgëzuar dhe më ka uru shumë suksese dhe më urun të fitojmë lojën me Serbinë, e cila ishte loja kryesore. Mirela Haxhia nga Almark Press. Pyetja është faktikisht, duke qenë se përfaqëson gjyrat Kuqezit tek Shkëndija, cilat japin më emocion, ato te Shkëndija apo këtu te kombëtarja shqiptare? Normalisht që te Shkëndija më japin emocion gjyrat Kuqezi, po kombëtarja është një ndjesi tjetër, është një ndjesi që nuk mund të krahasohet me asnjë klub, është një ndjesi e papërshkrueshme, ndjesi që çdo fëmijë e ndron. Është një ëndër e bërë realitet që fëmijë. Diçka të fundit, në Serbi nuk patën mundësi gjithë shqiptarët, shumë pak në fakt e patën fatin që të ishin atë ditë në stadium për të përjetuar live emocionet e asaj ndeshje, ndërkohë sfida e nesërme keni një thirrje për tifozët për qenë prezente që festa të vazhdojë pikërisht ditën e nesërme? Padyshim që po nesër i ftoj gjithë tifozët nga gjithë shqiptaria e diaspora, ashtu si kanë dalë në rrugë në përbot festojnë edhe në Shqipëri, edhe Maqedoni, Kosovë dhe diaspor, i ftoj nesër të vinë gjithë stadium dhe të festojnë së bashku me ne. Ta festojmë së bashku atë fitoret madhe që arritëm. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për Caken, i cili do të vazhdoj. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim.